te libri Sadiun për klasën e tretë, në faqen 53, ushtrimi 3 ka kërkesën: vazhdo vargun me nga 3 kufiza të tjera. Përpara se ta zgjidhim këtë, të sqarojmë dy koncepte. Vazhdo vargun, çdo të thot varg numerik. Çdo varg numerik ka një vazhdim sipas një rregulle të caktuar. Si fillim, fëmia duhet të zbulojë rregullën e vargut dhe më pas ta vazhdojë. Kufiz janë të gjithë numrat që vendosen në këtë varg numerik. Pra, secili prej tyre përbën një kufiz. Kur thuhet me 3 kufiza, nuk numërojmë këto që kemi, por vazhdojmë me 3 të tjera. Atëherë, cili është hapi i parë që ne duhet të plotësojmë për të vazhduar vargun numerik? Duhet të zbulojmë rregullën. 32-35, si ndryshon? Nga 3 është përsëri 3. 2 njëshe janë bërë 5 njëshe. Atëherë, rregulla është plus 3. Ky është operatori me të cilin punohet. Edhe njërë do të vendosur shigjeta dhe nëpërmjet kësaj shigjete dhe nëpërmjet kësaj rregulle vazhdohet i gjithë vargu numerik. Çdo numër do të rritet me nga 3. 35 plus 3, 38, plus 3, 41, plus 3, 24. Kaq është kërkesa, vetëm 3 kufizat të tjera. Kalojmë te vargu tjetër. 926, 826. Fëmijët duhet të përqendrohen të shohin ndryshimin. Këtu kemi 900, këtu kemi 800. 46 është e njëjtë, që do të thotë vargu zvogëlohet me 100. Me të vërtet është 1, por vlerën e ka 100. Atëherë shkruajmë sipër operatorin minus 100. Ka shumë rëndësi të shkruhet dhe shenja përpara. Plus në këtë rast dhe minus. Atëherë vargu do të zvogëlohet me nga 100. 726 minus 100, 8 bëhet 7, 726. 7 bëhet 6, 626. Dhe 626 minus 100, 526. Ky është edhe shkrimi i vargjeve me nga 3 kufizat të tjera. Në fillim gjithmonë zbulohet rregulla dhe më pas vazhdohet.